mënyrat e veta për të legjitimuar qëndrimin edhe për të shfaqur si komandanti një fortese të paprekshme ka qenë legitimiteti që ka marrë nga 800.000 votat e tij dhe 83 ulset në Kuvendin e Shqipërisë. Ndërkohë që sot betejë e numrave po e lë pas, madje është detyruar deri aty sa ka bërë një letër të agjensive ndërkombëtare, mos mashtroni me numrat, mos mashtroni me njerëzit që janë në shesh etj. Këtë betejë duket se e ka të humbur për momentin. Në rast se protesta vijon, do ta ketë akoma më të humbur. Çfarë po pret Edi Rama sipas teje? Për aq kohë sa nuk reagojnë kancelerisë, po, sepse ndërkombëtarët, popujt ndërkombëtar, mediat ndërkombëtare kanë reaguar, po kancelerisë nuk kanë reaguar. Atë për Rama, pra ai thotë që aq kohë sa ato nuk reagojnë, pra dhe ato si unë e kanë gjykuar, po gjykojnë që në momenti kritik nuk ka ardhur për të filluar, për të lëshuar penë. Betejë tani nuk është me Ramën për mendimin tim, betejë është me kancelerit. Kur do fillojnë ato ta lëshojnë Edi Ramën, si në Pravirat Arabe, kur filluan ato ta lëshojnë Mubarakun në Egjipt, Ben Alin në Tunisi, të skeme një hashme, apo Kadhafi në Libi, apo dhe Basharin. Me këtë situatë është Rama. Rama pikërisht me ata komunikon, nuk komunikon në qytetarët. Aty thotë që shikoni, e kanë në kontrol, nuk janë shumë. Po gazetarët ndërkombëtar janë tu, Genci, më fal, vetëm një moment po ndërhyj, sepse ishin kolegët e tu, kur them kolegët e tu, gazetarë ndërkombëtar nga agjenci të ndryshme që ishin dhe dje. Do të thashë janë kaluar që do vinë në mas. Po, janë në mas, pra janë aty. Më kancelerit nuk mund të ecin me alibin e faktit që Rama i informon në janë dhe protestat e kancelerit, se janë shqiptarë aty jashtë protestojnë. Bravo, janë edhe diaspora. Jam shumë dakord, po shikoni. Për pas mund ta bëj këtë shpjegim diplomatik, po duhet pas e mbrapa të ndërhyj pak e ka tha Saraçi. Patjetër. Ta mbroj me Saracin, pas e bëj pak diplomatik. Okej. Ai lista që tha të Saracin është shumë e drejtë, domethënë në këtë protestë, secili vjen me parcelën e halleve të veta. Po. Kush për aksimin, kush për mjekësinë, kush për korrupsionin, kush për një punë të tjera. Por më duket se ka një emërues të përbashkët mbi gjitha këto që unë e shoh në Shqipëri dhe nuk e shoh tek manifestimi se nuk e flas në vendi protestave në ka vend në Francë, në Evropë, që është gjithë protesta në Franca. Po ka diçka në Shqipëri nuk është në Francë, por që i bashkon është ardë dashuria. Kjo është e manitshme. Në Shqipëri si ka dëgjuar kurrë në Francë. Në Francë pikërisht për këto gjëra që e emëruan, jo për pensionet, jo për këtë, jo për këtë, sot janë litur për një kronikë zezë për një vajzë të vogël që u përdhënua dhe që u vra dhe që drejtësia për një viti e kishte atë si thuash ankimimi pozvoria asnjë, pra ngrihen për parcela hallesh, por të shoh të mobilizim si në Shqipëri ka njerëz që më tepër i bashkon dashuria midis tyre se sa dhe një herë Edi Rama që ata e urrejnë. Kjo është shumë themeltare dhe këtë e shpjegoj me faktin që kemi një klasë të rinj sot që ato shenë që është gjithë Shqipëria një zvërnes në kuptimin e unicitetit të rrallësisë së Shqipërisë. Që nuk mund të riprodhohet më, nuk mund të bëhet për kaq i veçantë, një gjykë të veçantë, një kaq i vogël, me një mentalitet, me kulturë që është vetëm e jonja. Dhe kjo është që i bën të huaj të jenë kaq të ndjeshëm, sepse është pak a shumë se debati i arborigjenët që janë në Australi, ata shqiptarë sot. Këta Asterix sot që i thotë modernizimit, postmodernizimit. Stop. Pra diçka që vlen më shumë se dollarët, se miliardat, i vlen pikërisht kjo të Shqipëria e vogël e përbashkët. Kjo është vogël. Pra ne vim me kontarët. Po, sepse kam dhe ke përballja me gazetarët Genci dhe mënyra se si do të arrijnë ata të krijojnë presionin e tyre në thonjza ndaj kancelarive të tyre, se ne mënyra se si dim se si është sjell dhe si ka arritur Edi Rama ti mbaj, si thua, ato ekuilibrat e brisht europian edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ato e dim. Por sa mund të arrihet? Unë po gjithmonë do të veprojmë me çka ka ndodhur më parë. Po. Po si ka vepruar? Kemi rastin që u rrëcua një qeveri, që është Kievi. Po u rrëcua me punë. Po. 2014, rrëzimi i Janukovicit, ishte presidenti i zgjedhur, se puna Ramës, e thoshte kam legitimitet. Po. Rrëzua me anë në mes të mejdanit dhe nuk është kjo ndodhi në Shqipëri, nuk e uroj. Ke pastaj formula e dytë, që është formula serbe. Po.
që është pikërisht ka kaluar për 2 vite, dhe ata arritën në atë konkluzion që unë po të jap tani, që një moment njerëz të autokrat nuk do rriqen në vetë. Duhet të ketë një xhahil më të forcëtar që t'i detyrojë. Prandaj ç'bën, morën biçikletat dhe shkuan nga Beogradi, nga Novi të rinjt e protestave deri në Bruksel në Strasburg, për ta bërë me veten Parlamentin Evropian. Dhe ajo pagos, ajo po pikë pagos, sot Parlamenti Evropian, raportuesi mbi Serbinë është Armiku i Madh i Serbisë. Quhet Pikula. Lexoni raportin që don Parlamenti Evropian. Dhe prandaj edhe Rama nuk bën përjashtime të specie. Rama sot nuk shkep sa njerëz ka në bulevard, se intereson. Ai shef nëse do marrë për një mesazh në telefon nga Washingtoni nga Brukseli, dhe e frikson atë. Dhe prandaj ai është në komunikim me ata dhe thotë që ku të shkoni. I barin e bëm, një qeverie keni, që do harohen, i futbolli, që i hyrive andra. Genci, më fal vetëm një sekondë se ma ke sjell këtu. Prit Genci se duhet të hap pak bisedën. Një moment, qëndrojmë pak këtu. Në ndryshim nga Serbia i dashur Ramir, pra rasti i Vučićit, ka dhe një